Mirë mbrëma të nderuar shikues, këtë edicion të magazinës informative 21 Live News do të fillojmë me fëmijët. Sot është dita ndërkombëtare e tyre. Përnder të kësaj dite në kryeqytet organizuan një sër aktivitetesh që kishin në fokus të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve, por ndërkohë u tërhoq vërejtja e institucioneve që të kenë prioritet mbrojtjen, shëndetin, edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve. Përndryshe, fëmijë nga komunat e ndryshme të Kosovës zunë sot ulëset e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, përfshirë edhe atë të kryeparlamentarit Kadri Veseli, për të mbajtur një seancë plenare në cilën trajtuan tema që lidhen me të drejtat e tyre dhe zbatimin e legjislacionit që garanton përmbushjen e këtyre të drejtave. Argos Zariqi, mezi vërejet ulur në njërin nga kultukët e Kuvendit të Kosovës, por pavarësisht moshës, ai ngre zërin për disa kërkesa dhe shpreh dëshirat e tij. Përpara shumë moshatarëve të tjerë nga vende të ndryshme të Kosovës në një seancë të improvisuar me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve me të vetmën pikë të rendit të ditës, vendosjen e fëmijëve në rend të parë. Më lejoni që fillimisht të uroj të gjithë fëmijët e Kosovës dhe gjithë fëmijët anë bashkë botës festën e 1 qershorit, duke shpresuar që vëmendja ndaj fëmijëve të mos përkufizohet vetëm në një ditë të vitit. I gjithë ky nivel i lartë i rëndësisë së këtij takimi bazohet në ambicien që sadopak të mbizotrojë lumturia tek më të rëndësishmet e Kosovës, fëmijët. Pas fjalimit të saj, kryesuesja e seancës Trina Hoti fjalën ia dha kryeparlamentarit të Kosovës Kadri Veseli. Vetëm fjala kur përdoret se ka ende frikë tek fëmijët, ka ende dhunë ende ndaj fëmijëve, në ku fëmijët ende mund të punojnë vend që t'jenë banka shkollore, është shumë e rëndësishme për gjithë ne, që jemi me përgjegjësi institucionale në Republikën e Kosovës. Ne jemi duke punuar çdo ditë që juve t'ju sigurojmë shkolla cilësore, edukim cilësor, mësimdhënës që do t'ju qasen me shumë dashuri dhe përkushtim, sepse përmes edukimit cilësor, përmes shkollave të mira, ne sigurojmë një të ardhme, sigurojmë realizimin e ëndrave tuaja në Republikën e Kosovës. Ndërsa Lajla Omargat nga UNICEF i siguroi fëmijët se kjo organizatë ndërkombëtare do të vazhdojë të bashkëpunojë me fëmijët dhe institucionet në Kosovë. Fëmijët ndërkaq patën shumë kërkesa, ndër të cilat spikati ajo për mundësitë e barabarta për të gjithë. Shkurtimisht mesazhi ynë është që ne të jemi të barabartë me të rritërit dhe të mirën parasysh mendimet tona. Për gjithë parlamentarët tonë se premtimet e tyre mos të mbesin në letër vetëm, të bukura në zyrtar, por të zbatojnë në praktikë. Përderisa në Kuvendin e Kosovës, shumë fëmijë të qyteteve të ndryshme të Kosovës po i shprehin kërkesat dhe dëshirat e tyre në atë sallë ku mirën vendimet, këtu në sheshin Skënderbeu dhe në të gjitha sheshet e tjera në kryeqytet, fëmijët po i shprehin dëshirat dhe kërkesat e tyre përmes këngës, lojës dhe vallëzimit. Pra gjithandej sot ka fëmijë të cilët kërkojnë dhe dëshirojnë që të drejtat e tyre të respektohen nga secili prej nesh. Kemi dalë këtu mi tregu krejve fëmijëve që shkollimi është shumë i mirë, duhet më shkollu. Fëmijët nuk hezitojnë që shqetësimet e tyre t'i shfaqin edhe te institucioni i avokatit të popullit. Kemi të bëjmë me ankesat e tyre gjatë procesit mësimor ose në përshkolla, në lidhje me sigurinë në përshkolla, me stafin mësimdhënës e të tjera. Shqetësimet e tyre fëmijët ja shfaqen edhe ish presidentës Atifete Jajaka, e cila nga të vegjëlit kërkoi të jenë këmbgulës në kërkesat e tyre si në familje ashtu edhe në shkolla. Ju duhet të besoni në vetveten. Duhet të besoni jo vetëm në veten, por duhet të besoni edhe në shokët e juaj. Aktivitetet e shumta me rastin e ditës ndërkombëtare të fëmijëve nisën para dite, me punëtorit luajmë, mësojmë, zbulojmë të organizuar nga Muzeu i Kosovës. Më pas fëmijët vazhduan me karnevalin dhe ju bashkuan aktiviteteve të komunës së Prishtinës, ndër të cilat ishte edhe panajiri i librit dhe këndët e leximit. Fëmijët dhe të tjerët ndoqën edhe ansamblin e qendrës kulturore të fëmijëve në Prishtinë, ndërsa në sallën i tetori u mbajt olimpiada me fëmijët parashkollar.
Presidenti Hashim Thaçi po merr pjesë në samitin rajonal të Evropës Juglindore që po mbahet në Sofje të Bullgarisë. Me këtë rast, presidenti Thaçi ka theksuar rëndësinë e bashkëpunimit me këtë pjesë të Evropës, duke shtuar se Kosova është e përkushtuar për raporte të mira me të gjitha vendet fëmijë. Në këtë samit po marrin pjesë 7 presidentë të vendeve të rajonit. Ndjekim raportin e Besiana Krasniqit. Në samitin e procesit të bashkëpunimit të vendeve të Evropës Juglindore, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se komunikimi mes shteteve fëmijë në këtë pjesë të Evropës është çelës për zhvillimin e të gjitha vendeve. Takimi sot këtu në Sofje të Bullgarisë ishte një mundësi shumë e mirë që në nivel të presidentëve dhe të udhëheqësve të tjerë të delegacioneve të shteteve të rajonit, por edhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian të prezantoshin të arritjet edhe të Kosovës edhe të rajonit. Kosova po luan rolin e vet të rëndësishëm për paqen, stabilitetin, pajtimin dhe bashkëpunimin rajonal, por edhe një perspektive të sigurt për integrimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Presidenti Hashim Thaçi theksoi përkushtimin e institucioneve të Kosovës për të krijuar fëqinësi të mirë me të gjitha vendet fëmijë, përfshirë këtu edhe Serbinë. Pra Kosova po konsolidohet dhe forcohet çdo ditë, po fiton një reputacion të mirë ndërkombëtar. Në anën tjetër, Kosova zotohet se do të vazhdojë bashkëpunimin në nivel të shteteve të rajonit, të interesave rajonale, të perspektive së sigurt për integrimin e NATO dhe Bashkim Evropian. Gjithashtu zotohet për angazhimin e trupat të përbashkët në luftë kundër krimit organizuar, korrupsionit, fenomeneve tjera negative, ekstremizmit, radikalizmit, fenomenit të terrorizmit. Gjatë ditës, presidenti Hashim Thaçi zhvilloi takime bilaterale me disa prej presidentëve të pranishëm në këtë samit. Ushtrua nevoja dhe kërkesa e bashkëpunimit dhe e thellimit të këtij bashkëpunimi të mëtejshëm mes vendeve të rajonit. Në procesin e bashkëpunimit të vendeve të Evropës Juglindore, samit ky që mbahet tash e 20 vjet me radhë, morën pjesë president të shteteve të ndryshme të rajonit. Për Radio Televizionin 21 nga Sofja, Besiana Krasniqi. Qeveria e Kosovës shumë shpejt pritet të fillojë fushatën për vetëdijsimin e qytetarëve mbi të drejtat e lëvizjes së lirë në zonën Schengen pas liberalizimit të vizave. Për këtë qëllim janë ndarë 200.000 euro, 100.000 nga buxheti i Kosovës dhe 100.000 të tjera nga UNDP-ja. Përndryshe, në takimin e sotëm të qeverisë u bë e ditur po ashtu se Kosova ka mbi 46.000 veteranë të luftës të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pas vendimit të Komisionit të Bashkimit Evropian që Kosovës të jepet rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave, Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku tha se shumë shpejt edhe Parlamenti i Evropës dhe Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian të marrin vendim pozitiv për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ministri Çollaku këto komente i bëri në mbledhjen e qeverisë, me që rast u ndan 200.000 euro për fushat vetëdijsuese për qytetarët mbi të drejtat e lëvizjes së lirë në zonën Schengen pas heqjes së vizave, si dhe për zbatimin e MSA-s. Ne tashmë kemi filluar takimet e shumta dhe jemi në fushat informuese dhe në takimet e drejt për drejta me komunitetin e biznesit sa i përket të drejta dhe detyrimeve që dalin nga marrëveshja, nga zbatimi i marrëveshjes së stabilizimit të asociimit. Duke ditur që po i vije fundi procesit të liberalizimit të vizave, ne kemi filluar me fushat ndërgjegjësuese. Ky projekt parashihet të ketë një vlerë 200.000 euro dhe kjo shumë do të jetë ndarë ndërmjet Ministrisë së Integrimit Evropian dhe programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Në këtë mbledhje të qeverisë u miratua raporti i Komisionit Qeveritar për verifikimin e statusit të dëshmorit, invalidit, veteranit apo pjesëtarit të internuar të UÇK-s. Ministri i Punës dhe i Mirëqenies Sociale Arbana Brashi tha se janë 46.230 veteranë të luftës së UÇK-s. Komanda e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s 31 pjesëtar. Të gjitha njësitë në varësi të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s 5.057. Zona operative e Drenicës 6.959, zona operative Pashtrikut 8.730, zona operative Dugagjinit 15.023, zona operative Shalës 1.950, zona operative Nerodimës 3.100, zona operative Karadakut 1.070, zona operative Ellapit 4.310. Por kryeministri Isa Mustafa tha se ky numër i tejkalon të gjitha parashikimet buxhetore për këto kategori. Do të kemi mjaft çështje që do t'i zgjidhim në të ardhmen, në, sa i përket kompenzimeve,
sepse numret e i kalon gjitha parashikimet dhe të i kalon edhe qëndrueshmërinë buxhetore për këtë, por është një çështje për cilën ne duhet të bisedojmë atutje. Kemi një qëndrim të prerë të Fondit Monetar Ndërkombëtar lidhur me këtë. Qeveria miratoi edhe propozim vendimin për shpronësimin e pronës së paluajtshme të objekteve të bankës themelore dhe të bankës së Ljubljanës në Prishtinë për nevojat e qeverisë së Kosovës. Po ashtu, qeveria miratoi propozim vendimin për krijimin e task forces me qëllim të antarësimit të Kosovës në institucionet ndërkombëtare të kulturës. Mbledhja e përbashkët e dy qeverive, asaj të Kosovës dhe të Shqipërisë, mbahet pas nesër me 3 qershor në Prishtinë. Tashmë është bërë publik rendi ditës i kësaj mbledhje. Për hollësi do të lidhemi me kolegun Njazi Jupi. Njazi, çfarë do të sjellë mbledhja e dy qeverive këtë të premte? Në mbledhjen e përbashkët të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë, që do të mbahet në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë, do të nënshkruhen 7 marrëveshje. Sipas agjendës bërë publike pak më herët, është fjala për marrëveshjet në fushën e ekonomisë, administratës publike, energjetikës, mjedisit dhe bashkëpunimit ndërkufitar. Ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, Qemal Mingjozi, tha se energjetika dhe shkëmbimet tregtare Kosovë-Shqipëri do të jenë temat kryesore që do të diskutohen në mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Ambasadori Mingjozi po ashtu tha se arritja e marrëveshjes energjetike do të bëjë që të dyja shtetet të kenë përfitime të mëdha si në çmimin e energjisë elektrike, ashtu edhe në furnizim. Njëherë është rëndësishme e cilësoj edhe marrëveshjen për aktivizimin e portit të Durrësit nga ana e Kosovës, që sipas tij do të eliminojë barierat që hasin bizneset gjatë transportit të mallrave. Është paraparë që pas nënshkrimit të marrëveshjeve, kryeministri i Republikës së Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministri i Republikës së Shqipërisë Edi Rama të mbajnë konferencë të përbashkët për media. Mbledhja pasnesërme e qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë, që siç saksohet do të nisë në orën 11:20 do të jetë mbledhja e tretë me radhë. Mbledhja e parë është mbajtur në Prizren më 11 janar të vitit 2014, ndërsa mbledhja e dytë është mbajtur në Tiranë më 23 mars të vitit 2015. Në dy këto mbledhje janë nënshkruar gjithsejt 24 marrëveshje. Mirëpo, edhe nga opozita dhe nga shoqëria civile ka pasur kritika për mosbatim të marrëveshjeve të nënshkruara në dy mbledhjet e kaluara të qeverive të Kosovës dhe të Shqipërisë. Islami është fe e lirisë dhe e barazisë midis njerëzve. Kështu ka thënë laureatja e çmimit Nobel për paqe Tawakkol Karman në ligjëratën e saj në Fakultetin Filozofik të Universitetit e Prishtinës. Ajo i ka vlerësuar të arriturat e vendit tonë, duke thënë se vendet e tjera duhet të marrin shembull nga Kosova. Për të luftuar terrorizmin duhet luftuar robëria, varfëria e korrupsioni, theksoi laureatja e çmimit Nobel për paqe 2011, Tawakkol Karman, derisa fliste në Prishtinë për temën paqja dhe nevojat për luftimin e terrorizmit në lindjen e mesme. Nuk ka lidhshmëri terrorizmi me islamin. Islami është fe e lirisë dhe e barazisë mes njerëzve ashtu siç janë edhe fetë e tjera. Çdo i robruar është terrorist dhe çdo terrorist është i robruar. Të dy palët e ushqejnë njëri tjetrin dhe shërbehen me njëri tjetrin duke bashkëpunuar për të zgjatur jetën e tyre. Çdo diktator është terrorist dhe çdo terrorist është diktator. Për këtë arsye, nëse dëshirojmë të luftojmë terrorizmin, e jona është ta luftojmë robrin. Nëse dëshirojmë ta luftojmë terrorizmin, duhet luftuar varfrinë dhe korrupsionin dhe duhet të punojmë për vendin. Kërkojmë nga vendet perëndimore të mos i ndihmojnë sistemet e kaluara robruese. Kjo është lufta që po bëhet në botën arabe. Në fund do të fitojmë dhe nuk kemi tjetër zgjidhje. Në fakt i kemi 4 zgjidhje: fitore, fitore, fitore dhe fitore. Duke treguar për dëshirën e madhe të saj për të vizituar Kosovën, Karman tha se që nga pas lufta, Kosova ka arritur shumë në sistemin e ri demokratik, por që duhet ende punë për të bërë. Kohë të gjatë ka mëndruar që të jem në Kosovë.
gati më dalin lotët që po e vizitoj Kosovën dhe nuk kam shpresuar që do ta shoh kaq të përparuar kështu me shpejtësi të madhe pas luftës. Nuk kam menduar që do ta shoh Kosovën që po ecë dhe po rritet në sistemin e ri demokratik dhe një vend që ka larguar armët prej njerëzve që kanë luftuar këtu. Nuk është lehtë të dalësh nga lufta e të ndërtosh shtet. Ju keni detyra të mëdha e të rëndësishme. Kosova me gjithë diversitetin shpreson dhe vepron të integrohet në BE dhe kjo është madhore. Shpresoj që do ta realizoni. Faleminderit Kosovës dhe të gjithë juve që më dhat këtë mundësi të jem në mesin tuaj. Laureatja Tawakol Karman po ashtu tha se rinia është e ardhmja e Kosovës. Sipas saj, rinia është ajo që duhet punuar më së shumti për hir të vlerave dhe të Kosovës. Sistemi i drejtësisë ka nevojë për ndryshime dhe plotësime të ligjeve në mënyrë që institucionet e kësaj fushë të funksionojnë siç duhet. Kështu u tha në tryezën me temë ndryshimet e mundshme të nevojshme të legjislacionit që rregullon organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë. Por kundër këtyre ndryshimeve u shprehën zyrtarët e Uleksit. Madje ata u thanë pjesëmarrësve se po kërkojnë të rishkruhet historia. Përfaqësues të institucioneve të drejtësisë, Komisionit për Legjislacion dhe pjesëtarë të shoqërisë civile një zëri u pajtuan se duhet të ketë ndryshime në ligjin për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, atë prokurorial, ligjin për gjykatat dhe prokurorin e shtetit. Unë pajtohem që plotësim ndryshimi i ligjeve nuk duhet të bëhet shpejt dhe pa bërë një vlerësim. Mirë po është edhe një vërtetë e madhe se dinamika e zhvillimit shoqëror, në veçantin Kosovë, në rrethona çfarë jemi ne, të dikton plotësim ndryshimin e ligjeve të shpesh. Ne jemi drejtu zyres së kryeministrit me qëllim që në programin legjislativ më njëherë të përfshihet ndryshimi dhe plotësimi i ligjit për KXK-n dhe ai për KPK-n. Ne jemi në pritje të këtyre propozimeve, u përmend nga zëvendës kryesuesit të dy këshillave që ka diskutime konkrete në lidhje me këto çështje. Po besoj që sa më shpejt do të na vinë të tilla edhe me shkrim, në mënyrë që të na përshpejtohet procesi i përgatitjes dhe finalizimit të këtyre ligjeve. Përpos rekomandimeve që të rishikohen dhe të ketë ndryshime në ligje që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë, shoqëria civile kërkoi edhe rishikim të drejtësisë penale. U tha se ka probleme të mëdha në luftimin e kriminalitetit. Diçka që e kemi rekomanduar vazhdimisht në të gjitha punimet, rishikimi i drejtësisë penale nga Ministria e Drejtësisë. Vërtet duhet dihet saktësisht se kemi probleme të jashtëzakonshme në luftimin e kriminalitetit, sidomos tash kjo nevoja për të luftuar korrupsionin, krimin e organizuar, duhet të ketë një ridefinim të mandateve të shumë institucioneve që sot për sot ka probleme sepse vërtet nuk po e dim kush çka bën. Si pasojë e procesit të decentralizimit, disa kompetenca shtesë tani janë te kryetarët e gjykatave. Konsiderojmë edhe në këtë aspekt duhet të ketë ndryshime substanciale që rregullojnë dispozitat e kryetarëve të gjykatave. Por me rekomandimet që të ketë ndryshime në ligjet e sistemit të drejtësisë nuk u pajtua përfaqësuesi i Uleksit. Madje ai u tha panelistëve se po kërkojnë që të rishkruhet historia. Ligjet s'mund të ndryshohen, ato janë të përfunduara dhe duhet të jenë parimi përgjithshëm që ligji të jetë prioritet. Me këtë që dëgjova, pothuajse nga të gjithë është se ju dëshironi të rishkruhet historia dhe kjo nuk është e mundur. S'mund të them se s'ka probleme, sepse ekzistojnë ato, por nuk pajtohen me këtë që thatë. Tema e këtij diskutimi publik ishte ndryshimet e mundshme ose të nevojshme të legjislacionit që rregullon organizimin dhe funksionimin e sistemit të drejtësisë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian publikoi raportin për kodin e ri të procedurës penale, i cili ka hyrë në fuqi me 1 janar të vitit 2013, ku u tha se janë evidentuar mangësi të shumta, por megjithatë është fuqizuar roli i prokurorisë dhe gjyqtarëve. Raporti OSBE-s për zbatimin e kodit të ri të procedurës penale në Kosovë nxjerr në pas se nuk pati ndryshime prej kur ka hyrë në fuqi në vitin 2013, duke u rritur kështu shumë angësi dhe pak rezultate. Sipas shefit të OSBE-s Jean-Claude Schlumberger, gjetjet e tyre tregojnë se duhet ende shumë punë.
Gjetjet tona shpërfaqin se ende duhet punohet shumë sa i përket kodit të ri të procedurës penale, prandaj kërkohet shumë për të bërë në zbatim të këtij kodi. Jam rritur disa mangësi në këtë fushë, por OSBE-ja është e gatshme të ndihmojë në çështjen e këtij kodi, sidomos në mbrojtjen e të pandehurve në gjykata. Edhe ministri i Drejtësisë Hajredin Kuqi e pranoi se kodi i ri i procedurës penale ka nevojë të shqyrtohet, por se ky kod ka pasur efekt pozitiv në shumë drejtime. Ofrojnë mbështetje buxhetore për zbatim të tij. Disa pika konkrete besoj që në këtë kod procedurës që kanë qenë mbetur edhe sot objekt shqyrtimi dhe besoj dilema në zbatimin tonë që ka nevojë të përmirësojnë në kuptimin e implementimit praktik janë e para balancimi i palëve procedurën penale. Në mendoj që këtu kemi pasur për qëllim që para procedurës penale, në veçanti para gjykatës, të kemi një balancim të palëve, akuzuese dhe mbrojtëse, kuptimin që të eliminohet mundësia që njëra të ndihet më e fortë, kuptimin juridik se sa tjetra. E dyta kemi qenë të kujdesshëm që të përmirësojmë mundësinë e hetimit të krimeve, të komplikuara, veçanti ato që kanë bërë me masat e fshehta, përgjigjimet simulimi deri te të dhënat financiare për palët të dyshuara apo të akuzuara. Sipas raportit të OSBE-s për kodin e ri të procedurës penale, mbrojtja, prokurorët, gjyqtarët dhe palët e dëmtuara ende nuk kanë marrë përsipër plotësisht rolet dhe përgjegjësitë e tyre të reja. Sipas këtij raporti, një numër i madh të pandehurve nuk përfaqësohen nga avokatët mbrojtës. E vazhdojmë magazinën me një përmbledhje të shkurtër të lajmeve. Kryeministri Isa Mustafa gjatë fjalimit në konferencën ndërfetare tha se Kosova është bërë antare e rëndësishme në luftën kundër ISIS-it, duke ndërmarrë masa ligjore ndaj individëve dhe grupeve ekstremiste. Mustafa ka theksuar që nuk është vetëm policia dhe gjyqësia zgjidhja e luftës kundër ekstremizmit, pasi sipas tij duhet të angazhohen të gjithë që të ndalin ekstremizmin. Mentor Zejnullahu është dënuar me 1 vit burgim efektiv nga gjykata e Gjilanit. Ai akuzohet për organizim dhe pjesëmarrje në tentativë në grup terrorist. Zejnullahu e kishte pranuar fajsinë dhe ishte shprehur i penduar, duke thënë se nuk e dinte që ISIS-i është grup terrorist. Kryeparlamentari Kadri Veseli takoi përfaqësuesit e ish-punëtorëve të fabrikës së gypave në Ferizaj, nga të cilët u informua me të gjitha procedurat e privatizimit të kësaj fabrike që prek 912 punëtorë. Veseli theksoi rëndësinë e vendimit të kuvendit për fabrikën e gypave të vitit 2014, ndërka që premtoi se do të angazhohet për zgjidhjen e çështjes së punëtorëve në mënyrë që ata të marrin paratë që u takojnë nga privatizimi i kësaj ndërmarrje. Kryeministri Isa Mustafa ka vizituar sot Agjencinë e Privatizimit të Kosovës. Pas takimit me menaxhmentin e kësaj agjencie, kryeministri ka thënë se është diskutuar për zgjidhjen e çështjes së Trepçës, por ndërkohë ai është deklaruar edhe për projektin zhvillimor të kompleksit turistik Brezovica, si dhe për mundësinë e kalimit të Pallatit të Rinisë në ndërmarrje publike lokale. Fituesi projektit zhvillimor për kompleksin turistik Brezovica, konzorciumi francez MDP Consulting Compagnie des Alpes, ka dorëzuar në Ministrinë e Tregtisë dokumentet që kërkohen me kontratë. Tani mbetet komisionit të verifikojë sa janë në përputhje me kriteret e parapara, tha kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë vizitës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Vërtet Ministria e Tregtisë ka marrë dokumentacionin nga konzorciumi, ai dokumentacion do të analizohet këto ditë dhe pastaj do të vendosim varësisht se ai kanë plotësuar kushtet apo nuk i kanë plotësuar. Nuk mund të them tash lidhur me të sepse akoma komisioni i cili është i autorizuar nuk e ka përfunduar punën sepse dokumentacioni veç është dorëzuar. Kryeministri Mustafa tha se gjatë kësaj vizite në Agjencinë Kosovare për Privatizim është diskutuar edhe zgjidhja për Trepçën. Biseduam po ashtu edhe për zgjidhjen e çështjes Trepçës, sepse është një punë e cila po bëhet bashkërisht. Tani me agjencionin që e shohim si interes të përgjithshëm për vendin dhe për çështjet e tjera dhe interesat dhe kërkesat cilat po shtrohen në opinion. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ju përgjigj edhe pyetjes së Radio Televizionit 21 lidhur me kthimin e Pallatit të Rinisë në ndërmarrje publike lokale. Unë shpreha gatishmërinë e qeverisë që ne të përfundojmë gjitha procedurat që janë të nevojshme të bën qeveria, por natyrisht do të kemi kërkesën zyrtare të komunës Prishtinës
ose të komunave tjera cilat kanë qenë atëherë pjesë e komunës Prishtinës, siç është Fush Kosovo, Biliqi, Graçanica, Novo Bërda, sepse gjithë ato kanë qenë, por ne nuk përzijemi aty se kush do ta bën atë. I pyetur për mos shtrirjen e aksionit të lirimit të pronave të uzurpuara edhe në veri, kryetari i bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Petrit Gashi, tha se kjo agjenci do të veprojë në çdo pjesë të territorit të Kosovës, duke përfshirë edhe pjesën veriore. Jo në asnjë mënyrë nuk ka dështuar aksioni. Ne jemi koordinim të plot me Policinë e Kosovës e Prokurorinë. Këto janë çështje operacionale të policisë, kështu që ne nuk mund të përfshihemi në atë hallk të procesit. Po ju garantoj ne kemi qenë në koordinim të plot me policinë kohëve të fundit, edhe secila pronë, secilin cep të territorit të Kosovës do të trajtohet njëjtë. Me këtë rast, kryeministri Mustafa i premtoi bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit mbështetje ligjore. Në konferencën ndërkombëtare Qëndrueshmëria e industrisë së prodhimit të energjisë në Kosovë, sfidat dhe mundësit, është thënë se institucionet duhet të rrisin investimet në sektorin e energjisë, i cili ka rol fundamental në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryesuesi i bordit të Korporatës Energjetike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha se sektori i energjisë është një nga sektorët kyç për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe zvoglimin e papunësisë në vend. Pritjet janë që energjia të ketë rol fundamental në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e vendeve të punës, sidomos në vetë vitet në vijim. Në këtë drejtim, ne mirëpresim shtimin e kapaciteteve të reja energjetike me investimet në termocentralen e ri, rikonstruktimin e termocentralit Kosova B dhe normalisht investime adekuate që mundsojnë që termocentrali Kosova të funksionojë në kuptim të mbylljes së hendekut nga tash deri në komisionimin e kapaciteteve të reja. Drejtori i Kekut Arben Gjukaj ndërkaq tha se Keku sot është në një gjendje stabile, megjithse ka kaluar nëpër shumë sfida. Korporata Energjetike e Kosovës sot ndodhet në një situatë më stabile, në kuptim operativ. Si nga aspekti minierave si profesorë ka rritur nivel të lartë të prodhimit, si dhe djerrinës ashtu të çmimit, duke vënë që rezervat e zbuluara të jenë të bollshme, duke krijuar kështu një stabilitet të furnizimit me lëndë djegëse. Ndërsa përmes një lidhjeje direkte nga Koreja Jugore, ku gjendet për vizitë zyrtare, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Bleran Stavileci, tha se kjo konferencë po mbahet në kohën kur Kosova është në pritje të vendimeve strategjike në sektorin e energjisë dhe të ekonomisë. Unë kam shfrytzuar rastin që edhe këtu ku gjendemi tash me një mision për fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimeve elektronike në Korenë Jugore. Ta shfrytëzoj rastin që t'i takoj edhe përfaqësuesit më të lartë institucional të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Energjisë, por në të njëjtën kohë edhe disa kompani private, të cilat janë lidere në fushën e prodhimit të energjisë elektrike, apo edhe të kontraktuesve EPC, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për të qenë pjesë e garës për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Në këtë konferencë u diskutua edhe për marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri në sektorin e energjisë. Marrëdhëniet midis dy anëve të kufirit më të shkëlqyera gjatë viteve të fundit janë ato në fushën e energjetikës. Në kuadër të kësaj konference u zhvilluan edhe dy punëtori, shturja me tutjeshme e Kekut, si dhe e ardhmja Kosovës A dhe B në kontekstin e zhvillimeve me termocentralin e ri dhe zhvillimeve në tregun energjetik vendor dhe rajonal. Pjesëtarët e revolucionit të larmë sot blokuan 3 nga udhkryqet më të frekuentuara në Shkup. Ata i përsëritën kërkesat tashmë të njohura që janë tërheqja e plotë e vendimit të presidentit Ivanov për falje, zgjedhje demokratike dhe reforma në media. Protesta ishte e qetë. Shoqëria civile e të buar rreth nismës protestoi e bllokoi 3 udhkryqe të rëndësishme në Shkup. Vetura të shumta me tabela Revolucioni Larm kishin bllokuar udhkryqet tek qendra tregtare Mavrovasja, tek kryqi i Kuq dhe tek kisha kryesore ortodokse maqedonase. Protesta u zhvillua e qetë. Protestuesit mbanin flamuj të larm dhe shtetëror, ndërsa thanë se arsyet e kësaj bllokate janë të njëjtat me ato që paraqiten çdo mbrëmje.
Kemi dalë për të njëjtat kërkesa për të cilat protestojmë çdo ditë në orët 18. Kërkojmë tërheqje të plotë të abulimit, kërkojmë zgjedhje ferme demokratike, pastrimin e listës zgjedhore, rregullimin e mediave. Pra, është e njëjta kërkesë që gati 2 muaj po e kërkojmë. Do të protestojmë derisa qytetarët të shohin se jemi shumë të revoltuar, vetë kenë me dije se duhet të ndryshohet diçka. Bllokata zgjati 30 minuta, pas çka protestuesit filluan të shpërndahen të qetë. Për dallim prej ditëve të tjera, në protestën e sotme nuk u hodh ngjyra simbolike e këtij revolucioni. Organizatorët nuk deshën të flasin për hapat e mëtejmë që do të ndërmarrin. Sot filluan garat për muzikantet e rinj Ars Kosova. Interesimi i muzikantëve të rinj është shumë i madh, mirë, por në këtë garë do të përfshin vetëm 120 prej tyre. Në garat e muzikantëve të rinj, Ars Kosova, duke u nisur nga sot për 3 ditë radhasi, do të garojnë për çmimet e edicionit të 12 të garave Ars Kosova, instrumentist nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Garat e muzikantëve të rinj do të zhvillohen në instrumente harkore, violin, violonçel, piano dhe instrumente frymore, flaut dhe klarinet. Organizatoria e këtyre garave, violinistja Sihana Badivuku, tha se përgatitjet për këtë edicion të garave nuk ishin të lehta, por këtë vit gara ka marrë për masa më të mëdha, sepse garojnë 120 muzikantë të rinj. Garojnë artistë, muzicient të rinj, instrumentistë dhe solo këngëtar nga mosha 5 deri 26 vjeçare. Këtë vit janë paraqitur rreth 120 kandidatë. Domethënë është një projekt shumë i madh voluminos. Sami Piraj, ushtrues detyre i drejtorit të Departamentit për Kulturë në Ministrinë e Kulturës, tha se edhe pse profesorët punojnë në kushte të vështira, ata punën e tyre e kryejnë me shumë përkushtim. Sipas tij, Ministria e Kulturës gjithmonë do të përkrahë organizime të tilla kulturore. Pedagog të muzikës, sepse mundi juaj gjithmonë është diçka më e veçantë, sepse punohet jo gjithmonë në kushte të mira, gjithmonë me elemente të stresit. Profesoresha e violinës Shqipe Bajraktari në këto gara prezentohet me 3 nxënës, të cilat punuan me përkushtim për të prezentuar 4 vepra me instrumentin e violinës. Ka një përvojë mjaft të vogël, po fati që janë shumë të talentuara edhe punëtore, besa, edhe bashkëpunimi mes nesh ka qenë i shkëlqyer, këto kanë arritë t'ja dalin me vepra të cilat do t'i luajnë. Hera e dytë që bibi koncertet, edhe i kom ra herën e parë, kur i kom bo koncertet, i kom ra Twinkle Twinkle, herën këtë herë kom i ra 900, 800, 400 edhe Odën e Gëzimit. Në këto gara për herë të parë do të konkurroj pianistja 10 vjeçare nga Shqipëria, Natali Buli, e cila para publikut do të prezentohet me 3 vepra të njohura. Më kam marrë shumë kohë, gjatë gjithë këtij viti jam përgatitur shumë për të pasur rezultate sa më të larta. Në kuadër të garave për muzikantët e rinj, për 3 ditë me radhë në skenën e Ars Kosovës do të performojnë pianisti Anita Grubi, duoja Dardan Osmanaj në violin, Jona Karasani në piano dhe finalisti i koncertit i cili do të fitojë çmimin Grand Prix. Të nderuar shikues, këto ishin gjitha informacionet që kemi përzgjedhur për këtë edicion të magazinës informative 21 Live News. Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim.